CNA po publikon këtë të premte dokumentin që rrëzon përfundimisht retorikën e dirigjuar nga kryebashkiaku Erion Veliaj dhe avokatët e tij mbi kafazin e xhamit. Ky dokument që po publikojmë është as më shumë dhe as më pak se vendimi i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. GED1 është shprehur për çështjen Zinchenko dhe Tamtura kundër Ukrainës, vendimi datës 5 mars 2026 i zbardhur në 19 maj 2026. Në pikën 20 të këtij vendimi, Gjykata e Strasburgut i jep një goditje të fortë të gjithë propagandistëve mediatik të paguar nga Erion Veliaj, të cilët janë përpjekur të helmojnë opinionin publik duke e paraqitur ndarjen e xhamit si torturë për të shpëtuar sponsorin e tyre. Dokumenti i GED1-s konfirmon qartë se vendosja e të pandehurve pas ndarjes prej xhami nuk përfshin në vetvete një element poshtërimi që arrin nivelin minimal të ashpërsisë për të përbërë shkelje, duke e diferencuar këtë mas sigurie nga kafazet metalike. Pika 20 e vendimit të GED1-s thekson se gjykata ka konstatuar tashmë se vendosja e të pandehurve pas ndarjeve prej xhami ose në doke, pra kabina prej xhami, nuk përfshin në vetvete një element poshtërimi të mjaftueshëm për të arritur nivelin minimal të ashpërsisë, siç është rasti me kafazet metalike. Megjithatë, ky nivel mund të arrihet nëse rrethanat e mbajtjes së tyre të marra në tërësi do t'u shkaktonin atyre shqetësim ose vështirësi me një intensitet që tejkalon nivelin e pashmangshëm të vuajtjes që është i natyrshëm për ndalimin. Publikimi i këtij dokumenti nga CNA këtë të premte është një përgjigje e qartë ndaj çdo tentative për të manipuluar opinionin publik. Strasburgu konfirmon se drejtësia nuk mund të ndikohet nga pretendimet e pabazuara, pasi barrierat prej xhami janë një masë legjitime sigurie dhe jo një formë trajtimi poshtërues. Ky standard europian rrëzon narrativat e ndërtuara mbi baza të pasakta, duke dëshmuar se përpjekjet për të shfrytëzuar këtë çështje në funksion të retorikës politike apo mediatike nuk qëndrojnë përballë realitetit juridik.